I debatin mbi të fundit që u zhvillua në Parlamentin e Kosovës do të flasim për një temë krejt tjetër, për një ngjarje e cila e tronditi komplet vendin. Hetimet për vrasjen e rështerit të policisë së Kosovës Muhamet Lika kanë hyrë në një fazë vendimtare. Masat e fshehta të ndërmarra nga autoritetet hetimore kanë dhënë rezultat, duke zbuluar të dhëna që rëndojnë pozitën e 7 arrestuarve. Babai i 2 vëllezërve Bela ka reaguar në rrjetin e tij Facebook duke na sulmuar ne si gazetarë dhe kolegëve tonë. Ndarsa të gjitha këto detaje do t'i gjenë të përmbledhura brenda këtij bloku, ku të ftuar kemi mikun e emisionit ton në një lidhje direkte e kemi zotri Bedre Lezin. Zotri Lezin, në atë sitje kemi. Gjithashtu do ta kemi edhe një lidhje tjetër direkte, do të jetë gazetarja, kolegja jon nga Klan Kosova, Vesa Hoda. Zonja Vesa, përshëndetje, mirë se vini në Kosova Today. Përshëndetje edhe për ju. Atëre Vesa, shoh se vazhdon të jesh në terren. Në fakt, nuk di nëse ke përcjell nga afër këtë operacion të policisë Kosovës, ka nisur në mëngjes në bashkëpunim me organet e drejtësisë. Çka dihet deri tani për gjithë këtë operacion që u zhvillua në Kaçanik? Dim se natyrisht atyre ditëve policia ka përdorur taktikat e saj për të hulumtuar persona të tjerë të përfshirë në këtë rast. Po, si që dhe përshijet, ne jemi këtu në komunën e Kaçanikut, ku qysh në orët e hershme të mëngjesit së ditës së sotme, është zhvilluar një aksion nga policia e Kosovës, i cili është zhvilluar në për lokacione të ndryshme dhe që ka përfunduar me 4 persona të arrestuar. Të arrestuarit janë, si që dhe u përmendit më herët, Labinot Murati, Fatjon Tusha, Elmedin Raka dhe Ridvana Xhame. Sipas policisë, të arrestuarit janë dënuar për disa vepra penale të përfshirë, si që janë vrasje e rënë në bashkëkryerje, pjesëmarrje në grupe terroriste dhe rekrutim për qëllime terroriste. Sipas burimeve jo zyrtare, njëri nga të arrestuarit ka lidhje familjare me Rilind Muratin, i cili është arrestuar në operacionin e kaluar të kryer nga policia e Kosovës. Kjo e fundit, gjithashtu ka bërë të ditur se do të bëhen edhe publikime shtesë, po? Te i akuzuari R.M, a bëhet fjalë për ndonjë zyrtar policor? Nuk dihet sa bëhet fjalë për ndonjë zyrtar policor apo jo, por ajo çka dihet dhe çka është e bërë ditur nga qytetarët këtu thanë se këta të dy janë familjar. Dhe një çështje tjetër që më intereson në fakt, ka qenë babai i 2 vëllezërve që janë të arrestuar gjithashtu në aksionin e para 2 ditësh, që u tha se është arrestuar. Fillimisht mund na konfirmosh nëse është arrestuar pra babai i 2 vëllezërve, babai të dyve, saktësisht e thash kështu, sepse ai ka reaguar në Facebook. Po, këtë nuk e di nëse mund ta themi, sepse kjo gjë nuk është konfirmuar nga policia e Kosovës, do me thënë nuk është konfirmuar për babain e të dyshuarit kryesor, i cili është 18 vjeçar dhe është i dyshuari kryesor për vrasjen e rështerit Muhamet Lika. Kjo nuk është konfirmuar nga policia e Kosovës, andaj ne nuk mund ta themi këtë, por vetëm për 4 persona të cilët i thamë edhe më parë, pasi ashtu thanë edhe qytetarët të cilët ne kemi biseduar gjatë ditës së sotme, pasi ne jemi këtu qysh nga mëngjese, por pasi është kryer aksione. Vesa, shumë për të raportim të drejt për drejt. Edhe gjithashtu vlen të... Po? Gjithashtu vlen të cekët se ne jemi duke i pritur edhe informacionet të cilat do të bëhen publike dhe këto pritet që të bëhen publike ditën e sotme, atëherë edhe do të japim në lajmet qendrore informacionet më të zgjeruara të cilat janë bërë publike nga ky aksion i policisë së Kosovës. E qartë, Vesa, të faleminderit shumë për të lidhje të drejt për drejt, sukseset ty dhe ekipit tënd. Pra ishim bashkë këtu me kolegën gazetare Vesa Hoda, përpara se dalin tek Elezi, kroni më lejo të ndaje dhe me shikuesit një reagim të babait të 2 djemve që tashmë janë të arrestuar. Thot, jam të mërësisht i tronditur me disa gazetar e analista, si dhe disa individ që po marrin rolin e gjyqtarit ose prokurorit. 2 djemtë e mi janë të paraburgosur për një muaj si të dyshuar. Ne familja dim pafajësinë e tyre, presim ndirimin e tyre dhe drejtësia e të dalë në shesh. Zoti Bela, nëse na sheh, natyrisht edhe ne këtu, por besoj edhe kolegë të tjerë nga mediumet të tjera, sa që kemi prekur dhe trajtuar të rast, jemi referuar me normalisht me parafrazën të dyshuar. Nuk kemi konstatuar se kanë bërë një akt të tillë apo kanë kryer një veprim. Pra, bëhet fjalë për të zotriun Bela që thuhet se është arrestuar, e njëjti ka bërë një reagim në Facebook, duke thënë se s'jam arrestuar, jam në qarshi.
Gjithashtu, për të gjitha këndet e kësaj ngjarje, Studio Klan Kosovës, Kosova Today është e hapur për secilin të vërtet. Portalin në lidhje direkte kemi edhe mikun e emisionit tonë, zotëri Bedre Lezin, me të cilin në fakt do të diskutojmë edhe për detaje shtesë. Zotëri Lezin nuk u përmend për ndonjë rezistencë ndaj policisë, por e dini se si kanë shkuar arrestimet e sotme dhe nëse është gjetur ndonjë sasi municioni apo materiale tjera të cilat do të rëndonin edhe më shumë situatën e personave të cilët janë të inkriminuar në këtë rast? Me kërkesë të prokurisë speciale të Republikës së Kosovës, njësija kundër terrorizmit, sot ka zhvilluar një aksion në komunën e Kaçanikut dhe sipas deklaratave të para dyshohet se i njëjti aksion ndërlidhet me rastin e vrasjes së arreshterit të Policisë Kosovës Muhamet Lika, madje ministri në detyrë i punëve të brendshme tha se u zotua se nuk do të ketë tolerancë për këtë çështës së arrestimit të vrasjes së arreshterit Muhamet Lika dhe se do të vazhdojnë arrestimet të tjera dhe nuk përmendi se kur do të përfundojë ky aksion. Ajo që ishte me rëndësi ditën e sotme ishte edhe reagimi i Sultan Belës, babait të dy personave të dyshuar, të cilët aktualisht përmbahen në paraburgim në lidhje me jo se po arrestimin e tij, i cili tha se jam në qarshi, por nuk tregoi nëse i njëjti ishte shoqëruar nga policia dhe se ishte intervistuar apo ishte marrë në pyetje informative. Besoj që do të ishte shumë më korrekte nga i apostrofuar që tregonte nëse ka qenë në stacion policor në Kaçanek apo nëse është kontaktuar për policinë e Kosovës në mënyrë që të mos krijojë kjo lloj mund të themi distance e diskutimeve rreth asaj që realisht qytetarët e Kaçanikut sot e kanë konsideruar se i njëjti është arrestuar. Ne kemi raste kur policia mund të telefonojë ndonjë qytetar, të marrë informacione apo të intervistuohet dhe qytetarët e Kaçanikut thonë se i njëjti sot ka qenë në polici. Po, referu diskutimeve të qytetarëve të Republikës së Kosovës në komunën e Kaçanikut, në fakt ato e konsiderojnë se i njëjti ka qenë i kontaktuar apo ndoshta edhe intervistuar nga policia e Kosovës. Deri në këtë moment ne po i kemi informacione se kush mund të ketë shtirë në armë dhe gjëra të tjera, por ne e dimë edhe lidhjen e këtij grupi, e pam në momentin kur ish imami Qazimi i cili mbajti 10 vite burg për terrorizëm, të gjithë ishin bashkë aty. Ka arritur policia e Kosovës deri te kokat e këtij grupi apo ende gjithçka është në mjegull? Besoj që edhe vetë aksioni i ditës së sotme ka të bëjë në lidhje me ato që kemi ndarë së bashku, se ky grup ka marrë një lloj mbështetje apo një lloj leje për të pasur këtu ndryshim. Mirë, Elezin, duket se humbo për pak qaste, dua gjithashtu ta bëj të qartë dhe mbasi ta pyes Elezin, a ka qenë sot prokuroria speciale në terren? Po. Po, zotëri Elezin, në qoftë se po na dëgjon, pyetja ishte në qoftë se ka qenë sot edhe prokuroria speciale pjesë e terrenit. Ne në fakt nuk kemi arritur që të shohmi prokurorin speciale atje, unë edhe pse isha në Kaçanek, nuk arrita, ndoshta kjo ka qenë herët në mëngjes, pas ekipet e mediave që ishin duke filmuar nga zonat të caktuara në komunën e Kaçanikut, por nuk arrita ta kuptoj nëse kishte prokuror të prokurisë speciale të angazhuar në rast. Keni arritur ta kuptoni se kush është personi që jep fetva dhe çfarë i bie kjo fetva për të gjithë ata që po na ndjekin dhe nuk e dinë kuptimin e saj. Fjala fetva është një lloj leje apo edhe vendim që jepet personave të caktuara, është shprehje fetare që zakonisht përdoret nga persona që kanë të drejtën për ta bërë atje, që janë kryesisht imam ose pjesë të Mexhlisi Shura, që është një lloj kuvendi fetar i cili konstaton situata apo nxjerr vendime të caktuara dhe autorizon për shembull persona siç janë udhëheqësit fetare që në rastet konkrete par nga aktivitetet që ka po struktura ISIS-it është emiri ai që jap këtë të drejtë, emir do të thotë udhëheqës fetar, i cili ka marrë të drejtën për një zonë të caktuar që kryesisht janë ketibe. Pozicione të tilla, sepse zotëri Elezi, kjo është me të vërtetë shqetësuese ajo që sapo thatë ju. Kemi pozicione të tilla edhe në Kosovë, persona që mbajnë kompetenca të tilla? Në fakt referu aktiviteteve të
deri të tanishme të strukturave që ndërlidhen me organizatat terroriste ISIS, ka ketibe që quhet Kosova ketibe në njësia e Kosovës apo që lidhet me shtetin islam dhe se kemi imam cilët janë dënu për si imam fakt cilët edhe kanë udhëhequr, kanë nxitur qytetarët e Republikës Kosovës për të marrë pjesë në luftrat që janë për shtetin islam. Në momentin kur ka njerëz të konsiderohen si pjesëtar të shtetit islam, atëherë kemi edhe struktura të tjera që janë të organizuar në forma ketibe apo njësi, që janë njësi ushtarake, jo në shtetet ku veç udhëheq shteti islam dhe këto janë të njohura nga koha e ISIS-it. Në fakt e mirë. Zotri Elezi, keni ndonjë informacion mbase edhe në rrugë jo zyrtare të cilin mbase nuk mund të posedojmë ne në Klan Kosova për ndonjë imam i cili mund të jetë i arrestuar apo madje jo i arrestuar, por vetëm të jetë marrë në pyetje nga organet e rendit në lidhje me këtë rast? Në 4 persona që janë të arrestuar në Kaçanik, deri më tani nuk asnjëri nga ta nuk është imam, janë të gjithë të persona që janë arrestuar apo ndoshta do të mbahen në arrest në lidhje me grupin domethënë që kanë një veçpaqe rinia islame, nuk është asnjëri nga ato imam, por në fakt pozita imam e tyre është kontestuar për shkak se të njëjtit s'kanë bërë aktivitet për përshtimisht imamin Zakaria Çazimi i cili ishte imam në Gavran të Gjilanit, para se të arrestoj dhe të dënoja. Po, dhe i njëjti, dinë në qoftë se tash është i lirë ende, apo është marrë në pyetje në lidhje me këtë rast, ne nuk po themi se ka faj, apo është i lidhur me këtë gjë, apo jo, por vetëm po e cekim emrin e tij në bazë të xhirimeve, të cilat kanë rrjedhur pikërisht në faqen në TikTok, të cilën ju sapo e përmendët, ku shihej imamin në fjalë nën shoqërinë e personave të cilët thuhet ta kenë kryer vrasjen, ndërsa fajsin apo pa fajsin e tyre vendos vetëm gjykata. Unë kam arritur të siguroj një provë në mëngjes që imami në fjalë ka mbajtur një ligjërat në grupin e Telegram, ku siç kemi përmendur besohet që mund të jenë rreth 80.000. Imami në fjalë ka mbajtur një ligjërat në grupin Telegram, e keni fjalën për grupin që e kemi diskutuar ditën e djeshme? Ditën e sotme dhe kam siguruar një provë derisa i njëjti është duke mbajtur ligjëratën ku është monitoruar apo vëzhguar apo ndjekur nga një numër që mund të jetë diku rreth 40.000. 40.000 persona në Telegram e ndëgjojnë, por a ka të drejtë leje pune i njëjti, duke marrë parasysh se kaloj edhe në një proces gjyqësor dhe apo flisni këtu për grupin Havariq? Po, sot kam siguruar një provë nga një qytetari i cili e ka njoftuar dhe policinë e Kosovës për shqetësimet se familjarët e tyre janë të ndikuar nga ligjëratat e imamit në fjalë. Është një qytetar nga komuna e Mitrovicës, i cili e ka njoftuar policinë e Kosovës, por deri më tani nuk ka pas asnjë veprim kundrejt këtyre ligjëratave që sipas këtij qytetari janë shumë shqetësuar familja, nga se sidomos basortja dhe vajzat i kanë filluar me sjellje jo normale në familje, kanë probleme serioze në familje dhe këto vijnë për shkak ligjëratave të vazhdueshme dhe diskutimeve që mbajnë me imamin dhe personat të tjerë që lidhen me imamin në fjalë. Nuk e di nëse policia, prokuria ka udhëhequr në proces deri më tani për këtë rast, por që e di që qytetari më ka komunikuar në një kohë gjatë dhe ka njoftuar gjithashtu policinë, por deri më tani një që vazhdon të jetë i shqetësuar dhe konsideron që ka një lloj të veprës penale shtrëngim apo edhe ushtrimit të ndikimit tek familja e tij për veprimet të cilat të bijnë kundërshtim me rregullin familjar. Zotri Elezi, ishte shumë kënaqësi të marrim këto informacione të detajuara nga ju. Shpresoj që në të ardhmen këtë temë të vazhdojmë edhe më shumë në studio. Mirë, ne më rëndësi të kemi të gjuar. Ka që është rëndësishme, ishim bashkë me Zotri Elezin kështu për të vazhduar trajtimin e kësaj teme që në fakt na ka tronditur tash e sa javë, ne do shputemi me pak publicitet dhe ka qenë një tjetër tronditje që vjen nga sekretari i lëvizjes vetëvendosje, e që e njëjta ishte shpërndar më pas edhe nga faqja e lëvizjes vetëvendosje në Facebook, ku bënë thirrje për të bojkotuar prodhimet vendore. Pra ndryshe nga siç kanë bërë në opozit kur përkranin prodhimin vendor, sot vetëvendosja zgjedh që të sulmoj prodhuesit kryesor në vend. Të njëjtit kishin dhënë kontributin e tyre për shumë çështje të rëndësishme të vendit, duke përfshirë këtu fondin ndaj forcës së sigurisë Kosovës, ish krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag, e shumë angazhime të tjera.
kujt i pengon